krim monstruoz mbi të burgosurit e pambrojtur dhe të pamundshëm për të rezistuar. Si arritët që të shpëtonit nga aty? Kjo është një pyetje që vërtet është vështirë me dhënë përgjigje kjo. Me thonë drejtën nuk dim si kemi arrit me shpëtu, por ja që kemi shpëtu. Sepse nuk është që kemi mund të bëjmë diçka veçantë krahasuar me të tjerët që nuk e kanë pas fatin të shpëtojnë. Kemi qenë brenda ambienteve të mbyllura të gjithë, kemi qenë të gjithë subjekt vazhdimisht i rrezikuar nga sulmet e ushtrisë dhe policisë serbe, mirë po ja që kemi shpëtuar. Por të kthehemi tek momenti i bombardimit, i hedhjes së bombave. Aty në atë moment kur NATO-ja ka hedhë 2 bomba mbi pavilionin tonë. Edhe në momentin kur ka rënë bomba e parë, unë kur kam qenë në qelinë time e kam kuptuar që sepse ndryshohej krisma avionit, ndryshohej krisma, ajo zëri i avionit ndryshoi dhe kuptoi që po hedhej një raketë. Instinktivisht jam rrezu. Në qelinë ku kam qenë, jam shtri dhe në një moment të caktuar, do thotë forca e detonimit ka qenë tepër e fuqishme, qelia është mbushur plotësisht e tëra me tym. Dhe forca e detonimit e kishte shpërthyer dritaren, e kishte thyer tërësisht, mirë po e kishte hedhur edhe derën e qelisë ku kam qenë unë i burgosur, e kishte hedhur jashtë. Por në fillim nuk shifja asgjë nga timi. Më vonë filloi të të vizatohej një katror aty dhe poshtë që dera është e hapur. Këto kanë qenë momente tepër të merruse kur kam dalë prej qelisë në korridor dhe kam pa atje lart që ishte plotësisht i shpërthyer çatia e pavilionit ku ne ishim. Mirë po, ka qenë shumë e tmerrshme sepse dëgjoheshin zërat e të burgosurve të tmerruar, të cilët kërkonin ndihmë për të dalë nga qelitë dhe s'kishim se si t'i nxjerrim. Ishte kërësisht e pamundur. Do thot, dyrët e blinduara, do të s'kishe si e hapje derën. Edhe ashtu ishim të pafuqishëm, pa ushqyer mirë, të torturuar, s'kish ngel fije fuqie brenda neve, s'kishim si t'ju ndihmojmë. Dhe në atë moment e di që ka ardhur një grup i të burgosurve tjerë nga një pavilion tjetër, kanë hyrë aty për fat tonin, ose i kanë lënë me qëllim, ose ju kanë mbetur aty nga frika, por i kanë gjetur qelsat e qelive të burgosurit nga pavilioni tjetër që kanë orë, nga pavilioni B më duket, dhe kanë filluar të hapin dyert të gjitha një nga një, dhe pastaj ne kemi dalë nga pavilioni, kemi dalë në oborr, ku pastaj kemi qëndru në oborr të gjithë. Shkuat pastaj, kush ju mori prej aty pastaj? Qa ndodhi mas ne? Jo, aty fillimisht nuk na mori askush, u krye ai aksion i NATO-s, do më thonë ai bombardim, shkuan avionat e NATO-s dhe u futen forcat serbe mrena, na rrethuan aty dhe na thanë që mund të rrini këtu, në ditë, do më thonë, nuk pat diçka, si më thonë, ma shumë. Ju ishin qelë të hapur? Po, në qelë të hapur, vendos nuk ku dani adin, po mos provoni me dalë, shtu, sepse është burgu i rrethuar, e mund të kemi urdhër edhe për... Zotri Lushi, llampat e neonit, ju kujtojnë diçka? Kush? Llampat e neonit.